Tërmet në Shqipëri, epicendra dhe magnituda ditën e sotme 26 qershor 2025. Në orën 13:51 minuta, një tërmet me magnitudë 3.5 i shkallës Richter u regjistrua në jugperëndim të Shqipërisë. Sipas të dhënave paraprake të Qendrës Evropiane të Sismologjisë, epicendra ka qenë rreth 17 kilometra në juglindje të Patosit. Thellësia e tërmetit është përllogaritur në vetëm 5 kilometra, çka e bën atë relativisht sipërfaqësor dhe më të ndjeshëm nga banorët e zonës. Deri më tani nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar, por lëkundjet janë ndier në disa zona përreth, veçanërisht në Fier, Patos dhe Ballsh. Në Shqipëri janë ndier disa lëkundje tërmeti gjatë ditëve të fundit, me më të fortin pranë zonës së fushkrujës me magnitudë 4.2 i shkallës Richter.